Së ndërruar, jemi rikthyer sërish së bashku në studio, jemi në këtë çast në hapësirën e intervistës, me mua në këto momente është bashkuar Elker Bushkole, gazetar, redaktor i Sëri Televizion. Elker, mirë se erdha. Elker, do të flasim për çështjen më të shumë përfolur dhe kam përshtypjen që do të zgjas ca ditë çështja e Ergys Agasit. Arrestimi i tij në këtë moment, në këtë kohë, në këto zhvillime. A mendoni që ishte një arrestim i menduar, a është i organizuar, a kemi të bëjmë me një vetëdorëzim? Pasi zoti Berisha ka hedhur edhe insinuata se mund të jetë një moment i reflektimit të vetë Ergys Agasit për çështje të ndryshme. Çfarë do thotë kjo? E para fare është një arrestim çudia për cilin nuk pritet zgjas 3 ditë, por edhe më shumë, për shkak të vetë profilit që Ergys Agasi kishte. Është gabim fakt nëse emri Ergys Agasit lidhet vetëm me aferën e Akshit, që është një aferë 100 milionëshe. Emri Ergys Agasit kalon edhe më tej. Ergys Agasi është cilësuar nga vetë ish numri 2 i kësaj qeverie Arben Ahmetaj si një koordinator i caktuar nga kryeministri Edi Rama mes krimit edhe politikës, dhe që përqendrimin më të madh punës tij e kishte pikërisht në këto qytete në të cilat kanë qenë zhvillime dinamike të, po themi, 15 orëve të fundit, pra Durrës, Elbasan, Tiranë, që janë edhe qendrat kryesore ekonomike dhe politike të Shqipërisë, por janë dhe qendrat kryesore të krimit të organizuar në Shqipëri. Ai prej 8 muajsh ishte i shpallur në kërkim, paludimet dihej që ishin ato që fshihej kryesisht në Durrës edhe në Elbasan, ku operojnë disa prej grupeve të strukturuar kriminale më të fuqishme në vend. Nuk përbën asnjë lloj surprizë shoqërimi i tij nga një prej ish eksponentëve të lartë policisë shtetit, i larguar, po themi, vetëm para pak muajsh nga detyra. Ka qenë një person problematik në policinë e shtetit, pasi për këtë arsye është larguar. Ka qenë i besuar i ish drejtorit Ilir Proda, një emër i shumë përfolur si i diktuar ndër të tjerë edhe nga Ergys Agasi në krye të policisë shtetit. Ne nuk duhet harrojmë që patëm edhe një ish zëvendës drejtor të policisë Tiranës që doli i përfshirë në dosjen e Akshit, ku pati rrëmbimin e një biznesmeni. Por pyetja është ku e merrte fuqinë Ergys Agasi? Pa më të voglin dyshim që ishin kompetenca që kishte nga kryeministri i vendit. Një tjetër pyetje e rëndësishme është pse zgjati kaq shumë kur ai ka qenë brenda territorit shqiptar. Se ne e kuptojmë, kur ikën jashtë Shqipërisë, sikurse u arrestua Ermal Beqiri në Francë, apo sikurse është arrestuar Lulzim Berisha në Spanjë, apo persona që po arrestohen në Dubai, edhe e kuptojmë vështirësinë e arrestimit, e kuptojmë vështirësinë e ekstradimit. Çfarë ndodh? Shish është një nga eksponentët më të rëndësishëm të organeve ligjzbatuese për një vend. Ndërkohë që këtu Shish është kthyer në një institucion qokash, ku kemi qindra efektiv shishi që monitorojnë protestën prej 87 ditësh, ndërkohë që kur vjen puna për dhënë informacion për kapjen e personave me rrezikshmëri të lartë është totalisht inekzistent. Pra ka pasur informacione për vendodhjen e tij, ka pasur informacione për shoqërimin me persona të cilët janë subjekte të SPAK-ut dhe të kërkuar nga SPAK, por problemi kryesor ka mbetur përgjatë gjithë këtyre kohëve dekonspirimi nga strukturat ligjzbatuese kryesisht të policisë shtetit. Është një smundje e vjetër e policisë vitet e fundit, pasi është e pamundur që ne të marrim një dosje hetimore dhe aty të mos ketë zyrtar apo ish zyrtar të lartë policisë shtetit të përfshirë sikurse e tregon dhe rasti konkret. Patjetër që arrestimi është një operacion i bujshëm, është një operacion për cilin duhet vlerësuar edhe për kohën në cilën erdhi, edhe mënyra e arrestimit është një arrestim i cili për hir të vërtetës është kryer përgjatë një ndjekje gjatë, pra ka qenë në monitorim prej disa kohësh, pavarësisht informacioneve që kishte për vendodhjen e tij. Ka pasur ndërhyrje edhe në zonat bregdetare, kryesisht në zonat e jugut ka pasur disa operacione, por që kanë dështuar. Paktën ka bërë shumë përshtypje kësaj here në dallim nga operacionet e tjera, zelli për të publikuar pamje dhe foto sa më shumë nga ky arrestim, është diçka që ngre pikpyetje, por edhe heshtja tregon shumë. Për shembull, zëvendës ministri i Brendshëm Besfor Lamallari, i cili shpesh herë për shembull në arrestimin e Ylli Zallës reagoi përpara policisë shtetit kur u arrestua Ylli Zalla, pra një person periferik në botën e krimit, u shpërndan pamje me dron, u shpërndan operacionin nga arrestimi, apo për një piroman 60 vjeçar, një Bari Delesh Mirdit, i cili ne akuzojnë si piromanin më të madh në veri të vendit, reagoi Besfor Lamallari, ndërkohë që nuk ka reaguar ende për arrestimin e Ergys Agasit, që është një personazh që konsiderohet kyç për drejtësinë, për vetë profilin që Ergys Agasi kishte, pasi përfshirja e tij nuk ishte vetëm në Aksh, ishte